Përshëndetje miq, do ju tregoj se si do e bëj këtë mollën këtu që është kaq e zhvilluar, është e shartuar ka me mollën Ranet, e cila është autoktone dibrane, dhe në Ndibër këto e mbanim dikur mollë për ato njerëzit që ishin vërtet pa qef, e kur i vizitonin pleqtarin ata, baba, u çonte një kokër, di kokër, sepse ka shijen e limonatës, është shumë e shishme. Do ta krahasim për gjithë Maraklit i bëj këto video, ata që adhurojnë frutikulturën dhe artin e krahasitjes, sepse krahasitja s'ka fund nga mjeshtrat ndryshëm në gjithë botën. Dishe. Pra gjithmonë do japim prioritet degave kryesore. Po, gjithmonë pemën e re e shohim, sepse po e prem degën nuk kemi ku ta marrim, e shohim ku e duhet dhe e presim. E ulim këtu. Po e presim të krejt. Ja. Janë dega nga fuqia që ka pema, ja, ka shku dhe si e cila mbi 2 metër dhe janë shumë fuqishme, sepse trungu i saj është shumë i fuqishëm dhe e përballon ato sa duan të shtruar. Ja. Kjo është rezultate që e bëm këtë pemë këtu, që këtë vit presim të marrim provim, sepse ka disa prodhues shumë dhe të shihem frutat e bukur si që ka molla Ranet, sepse kjo është mollë vërtet shumë cilësore. Për gjithë Maraklit këtu nga Sodolli, Turgjeviku i uron ditë mbarë.